Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministrja e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitrievska Koçoska, duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve në kuvend, theksoi se qeveria trashëgoi një situatë financiare jashtëzakonisht të vështirë dhe alarmante. Arka shtetërore thuajse tërësisht e zbrazët dhe mbi 70% e deficitit buxhetor të shpenzuar para nderimit të qeverisë, thuhet në njoftimin e Ministrisë Financave. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë Andreas Schider, pas vizitës 2 ditore në Tiranë, bëri thirrje për të vijuar mbështetja ndaj SPAK në luftën kundër korrupsionit. Në konferencën për shtyp, Schider u ndalë tek protesta opozitës. Sipas tij, situata nuk është aq dramatike saç paraqitet në media. Për këtë ai kërkoi që të mos diskutohet me Molotov, por me argumenta në sallën e parlamentit. Ka ardhur koha tashmë që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap përpara. Çfarë do thotë kjo? Të mos dramatizohet gjithçka, të mos fillohet me koktejle Molotovi e të tjerë, por të luftohet fort me argumentime, me argumente të forta në skenën politike aty ku duhet. Pra kjo vlen edhe për opozitën, edhe për qeverinë dhe besoj që, siç e dim, mbi 90% e qytetarëve shqiptar duan integrimin evropian. Ndër të tjera, ai vlerësoi dhe rrugtimin që ka bërë vendi në rrugën drejt integrimit me përmbushjen e standardeve ligjore të kërkuara. Shqipëria ka bërë dhe ka patur një ecuri madhore në negociata dhe në konferencën ndërqeveritare, por edhe nëse vlerësimi i komisionit do të ecë mirë në pranverë, Shqipëria do të fillojë të mbyll kapitoj dhe siç e ka thënë edhe komisionere për zgjerimin, Shqipëria do të vazhdojë të jetë pararoj për zgjerimin. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një takim me fermer në Bashkinë e Divjakës premtoi se është i gatshëm të katërfishojë financimin e zhvillimit të bujqësisë përmes kredive të dhëna nga Banka e Shqipërisë. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës së Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Kryeministri kërkoi më shumë ndërveprim nga pushteti vendor për të ndihmuar fermerët në përgatitjen e dokumentacionit me synim për fitimin e këtyre fondeve. Ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore. Ndërsa thirrja për fermerët është bashkëveprime dhe ngritja e industrisë agropërpunuese, për kryeministrin, vetëm zhvillimi i kësaj pjese të bujqësisë do të mund të sjellë rritjen dhe ndryshimin e sektorit. Ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh, dhe të bëjmë sukses. Policia e Kosovës vijon të gjejë armatim dhe municion në veri të vendit. Së fundmi gjatë kontrolleve të ushtruara në Mitrovicë janë gjetur armë të ndryshme dhe uniforma serbe. Sipas njoftimit zyrtar, thuhet se në veri të Mitrovicës janë gjetur barut, minë antikëmsorie, fishek, bajoneta, pjesë të tjera të armatimit dhe uniforma serbe. Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut kritikoi hapjen e universiteteve në mbar vendin. Në një intervistë televizive, Vesna Janevska vlerësoi se statistikat tregojnë se mjafton 1 milion banor për një universitet. Për 1.8 milion banor, kemi hapur shumë universitete. Disa statistika thonë se mjafton një universitet, por duhet të jetë i fortë, i fuqishëm dhe të jap produkt. Edhe pse ideja është e mirë, realiteti është se ka bërë dëm, deklaroi mes të tjerave Ministri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.